Krahas projekteve, gjëja më e komentuar nga familja ishte dasma e Donës këtë verë. Në fakt u bë e tillë përkundër mungesës së mediave e mbi të gjitha të personave të famshëm në të. Patjetër që të gjithë i respektojmë, mirë po është mendimi im personal që kolegët i ke kolegë, ke respekt për ta, çdo gjë në rregull, por unë mendoj që asnjëherë nuk mund t'i ke shok edhe shoqe. Sepse në momentin që në mes hyn interesi, secili dëshiron të jetë më lart se tjetri. Edhe unë mendoj që dasma është shumë e shenjtë edhe nuk është e rrugës që të ftohen domethënë të famshëm edhe t'i humbas rëndësia dasmës edhe asaj le të themi asaj pastërtie private vetëm me familjarët edhe me shoqrinë. Sepse gjithë familja jemi të njëjtë, të katërt, një herë që kemi ndonjë event në familje, e në këtë rast dasma, siç e përmenda, që është aq e shenjtë, nuk ftojmë njerëz ku në mes hyn interesi, që kemi ndonjë interes nga ata ose ata kanë interes nga ne. Kemi dashur çdo gjë të jetë e pastër, edhe unë kam pasur vetë fatin, domethënë të shoh për nga afër dasma të famshmëve në Kosovë, edhe thjesht nuk më ka pëlqyer asgjë, nuk më ka pëlqyer se si eskalonte situata nëpër ato dasma, sepse më rëndësia ose fokusi nuk ishte te çifti ose tek ajo familje, tek gëzimi i tyre, te festa e tyre, mirë po tërë fokusi ishte tek të famshmit. Aty ajo nuk dukej si një dasëm, dukej si një mbledhi, le të themi, e të famshmëve, edhe humbiste ajo rëndësia edhe për çka ata janë mbledhur. Edhe nga ana tjetër, një arsye tjetër është se unë jam vetë tip shumë privat. I dua gjërat kështu t'i mbaj, domethënë për vete, me njerëzit që i dua, me njerëzit që më duan. Detaje me partnerin tënd, ma shumë t'i mbaj private. Po, shumë e vërtet, edhe pastaj ka mendu edhe anën e bashkëshortit, ata nuk i përkasin një familjeje që është e njohur, le të themi, edhe kam dashur shumë t'i respektoj, kam dashur që ata të ndihen të lirshëm, mos jenë në prej ose le të themi në pas të kamerave të ndryshme.